Këshilla ime është të largohet si kryeministër Rama, i përgjigjet Mustafa Nanos. Moral nga ti, analisti Mustafa Nano artikuloi sot idenë e dorëheqjes së kryeministrit Rama pas 8 ditësh protest në bulevard. Dikur një prej gazetarëve që mbështeti rrëzimin e Berishës dhe ardhjen e Ramës në pushtet dhe pak vite më vonë ambasadori i Shqipërisë në Zvicër, Nano thotë se kryeministri duhet të bëjë zgjedhje brenda Partisë Socialiste dhe t'i hapë rrugën zgjedhjes së një lideri të ri. Këshilla ime është vetëm një, të mendoj largimin, jo largimin me idenë që pas meje të bëhet qameti, por një ikje normale të përcjell stafetën të organizoj zgjedhje brenda Partisë Socialiste, të zgjidhet një lider i ri dhe ky pastaj një tjeta, madje po të doj të na hedh fytyrës edhe ndonjë lloj, le të themi, justifikimi të tipit që ju nuk ishit në gjendje të më kuptonit mua. Unë me mendjen time jam me qindra vite para, ju jeni këtu në vitin 2030, deklaroi Nano, por propozimi i tij nuk kaloi pa u komentuar nga kryeministri Rama gjatë një takimi në Elbasan në 35 vjetorin e krijimit Partisë Socialiste. Ai kujtoi edhe mënyrën se si Nano i kishte kërkuar të bëhej ambasador. Ne nuk jemi tradhtar, na tregojnë këta korrupsionin, bloger që nuk lëm para pa mbledhur, duke treguar të gjitha anët e trupit që unë i kam treguar pa lek kur isha i ri, dhe €1 taks nuk paguajnë ata. Na tregojnë se tradhtarët, disa analistë e gazetarë që paguen me lek në dorë, vinë këtej dhe u qajnë hallin flamingove. Moral nga Mustafa Nano, që erdhi në zyrën time, u shtri në koltuk dhe tha, nuk kam fuqi të merrem me këtë vend, dua të shkoj ambasador, ka thënë Rama.